Kriza ndërkombëtare dhe tensionet rreth Iranit po shtyn lart çmimet e karburanteve, por jo të gjitha qeverit po ja kalojnë të gjithë faturën konsumatorit. Në Shqipëri nafta arriti në 290 lekë për litër më 20 gusht, nga 215 lekë më parë. Arritja lidhet me tregjet ndërkombëtare ku çmimi plot si referencë për importet u ngjit në rreth $1.450 për ton, nga $1.300 rreth 5 ditë më parë. Por këtu mbaron shpjegimi që mund t'i jap tregu dhe nis përgjegjësia e qeverisë, sepse Shqipëria nuk është i vetmi vend që importon karburant, dhe as i vetmi vend që po përballet me rritjen e çmimeve ndërkombëtare. Diferenca është e mënyra se si shtetet po reagojnë ndaj kësaj rritje. Më 17 gusht Ministria Malazeze e Energjisë publikoi çmimet maksimale për periudhën 18-24 gusht. 1.88 euro për euro dizelin, 1.80 euro për euro super 98 dhe 1.76 euro për euro super 95. Vetë Ministria sqaroi se llogaritja ishte bërë duke marrë parasysh vendimin për uljen e akcizës së naftës, kur presioni ndërkombëtar mbi çmimet vazhdoi Podgorica ndërhyri përsëri. Nga 25 gushti, qeveria malazeze e uli akcizën e benzinës pa plumb dhe për naftën. Vendimi mbetet në fuqi deri më 5 shtator. Pra qeveria e Malit të Zi ka zgjedhur të heqë dorë përkohësisht nga një pjesë të ardhurave fiskale për të frenuar faturën që paguajnë qytetarët dhe bizneset. Nga ana tjetër, motra e kryeministrit Rama, Giorgia Meloni, vendosi më 26 gusht të zgjas deri më 5 shtator uljen prej 17 centësh për litër të akcizës mbi naftën. Masa kushton rreth 130 milion euro dhe qeveria italiane ka paralajmëruar se pas kësaj date synon të kalojë të mbështetja më e përqendruar sipas të ardhurave të familjeve. Një qeveri nuk kontrollon çmimin e naftës në tregjet ndërkombëtare. Ajo kontrollon megjithatë politikën fiskale që zbatohet mbi karburantet dhe mund vendosë nëse një pjesë e goditjes do të amortizohet përkohësisht nga buxheti. Shqipëria mund të shërtojë uljen e përkohshme të akcizës, ndërhyrje në komponentë të tjerë fiskale ose mbështetje të drejtë për drejtë për kategoritë më të ekspozuara ndaj kostos së transportit, por deri më tani kemi heshtje. Kjo zgjedhje duket edhe më e qëllimshme pasi heshtet në një periudhë me fluks të lartë turistik dhe lëvizje të emigrantëve, kur konsumi i karburanteve rritet dhe çmimi më i lartë gjeneron më shumë të ardhura për arkën e shtetit. Shembulli i Malit të Zi është edhe më domethënës sepse nuk po flasim për një ekonomi që ka mundësitë buxhetore të Italisë. Qeveria malazeze kishte ndërhyrë që më 20 korrik, duke deklaruar se po rregullonte akcizën pikërisht për të mbajtur çmimet e karburanteve më poshtë se sa do të rezultonin nga tregu ndërkombëtar. Marr këto parasysh mungesa e ndërhyrjes nga qeveria e Edi Ramos duket thjesht çështje vullneti. Në këtë situatë krize ndërkombëtare, Roma po paguan një kosto buxhetore për të amortizuar një pjesë të krizës. Podgorica po ul akciza, Tirana po mbush arkën në kurrizë të popullit.